Fatus Behari, portieri i Vllaznisë, ishte pika kryesore në mbrojtjen e rrjetës derisa u dorëzuat në një gol të vetëm në pjesën e dytë. Nuk ishte, faleminderit, po merita ishte e tonë ekipit, jo vetëm e jam jo. Thjesht na bë me detyrën. Ishte një ndeshje që e kishim përgatit gjithë javën më së miri, me këtë fitore pothuajse ne jena një hap drejt finales të Final Fourit. Një pjesë e parë shumë e dominuar, ishit fantastik në fushën e lojës, por një rënje, mund të themi jo e vogël në pjesën e dytë. Çfarë ndodhi në pjesën e dytë? Nuk ka se ndodhi në një thjesht për të ruajtur rezultatin e 4-0. Gjithmonë ky sport është i pa besë dhe shënunën shku me 4-1 mandej i dhame edhe një marsh më tepër, derisa shku me ba me 2 gole dhe shku me 6-1. Behari, jeni një nga lojtarët më me përvojë kampionatit shqiptar, keni provuar të luajeni në skuadra të tjera, megjithatë duket se po e shihoni këtë eksperiencë tek Vllaznia as më tepër me titullin kampion. Po, ishte kam theksuar edhe më përpara në intervista të tjera, është hera parë që shpallem kampion. Me edhe shqyqër që shpallem me ekipin e qytetit tim. Ndeshja e radhës për ekipin e Vllaznisë? Me forcat e armatosuna. Në transfer? Besoj që do ta bëjmë Shkodër përsëri, se nuk kanë ambient. Pa 2 palve. Duket që skuadra është bërë gati për të mbrojtur titullin kampion. Po, me ky ka qenë synimi i vetëm i ekipit të rikonfirmona si kampionë e Shqipërisë për këtë disiplinë. Fatos, ka as kundërmbutjet tuaj, Vllaznia po promovon dhe edhe kundërmbutjen tuaj po rrit një portier të talentuar të ardhmës si Maldin Tafa. Maldini është një djalë që është 23 vjeç, është përsparit në këtë disiplinë, por me një të ardhme shumë të shpejt ai ka me zëvendësu denjësishme. Që do të thotë që porta e futsallit është e garantuar. Faleminderit. Faleminderit juve.